interesim i lartë për shkollat në përgjithësi, po Valbona më thuaj pak më tepër ndoshta edhe se cili është faktikisht vizioni i shkollave Marifa mbi sistemin arsimor. Atëherë, një shkollë për të qenë një institut lider në udhëhesje duhet të ofrojë një edukim kualitativ. Dhe këtë po mundohemi ta krijojmë në atë mjedisin tonë që po e kemi, po për të ofruar një edukim kualitativ, jo vetëm edukim, por edhe arsimim, duhet të krijohet një mjedis me persona dhe me persona përgjegjës, po edhe të përkushtuar. Dhe ky do të ishte vizioni realisht i një institucioni, të ketë një mjedis të përkushtuar me persona të përkushtuar. Nga ana tjetër, në çka do të çojë kjo? Kjo do të çojë në krijimin e një institucioni i cili do të plasohet në një nivel global, ku do të ofrojë edukim cilësor, do të krijojë persona të cilët do të munden të jenë më të mirët në fushët e tyre, në profesionin e tyre, të japin kontributin e tyre në shoqëritë ku ato do të përkasin, dhe për më tepër të krijojmë persona të cilët do të japin njerëzimit vlerat që ato duhet t'i kenë.